Reporterët pa kufi kanë publikuar raportin e lirisë së medias për vitin 2025. Shqipëria renditet në vendin e 80, një përmirësim me 19 vende krahasuar me një vit më parë, kur renditej në vendin e 99 nga 180 vende në indeksin e përgjithshëm global. Megjithse tregon një përmirësim të klimës së përgjithshme, në raport thuhet se në Shqipëri, liria e shtypit dhe pavarësia e medias kërcënohen nga konfliktet e interesit midis botës së biznesit dhe asaj politike, një kuadër ligjor i mangët dhe rregullim partijak. Gazetarët janë viktima të akteve të frikësimit nga politikanët dhe krimi organizuar. Gazetarët përballen me një presion politik, veçanërisht gjatë zgjedhjeve. Edhe pse kushtetuta e Shqipërisë dhe angazhimet ligjore ndërkombëtare garantojnë lirinë e shtypit, mbrojtja e konfidencialitetit të burimeve është e pamjaftueshme. Pronësia e pjesës më të madhe të peizazhit mediatik shqiptar është përqendruar në duart e vetëm 4 ose 5 kompanive. Gazetarët që jetojnë krimin dhe korrupsionin janë veçanërisht objektiva të kërcënimeve. Gazetarët gra, të cilat përbëjnë shumicën e profesionit, përballen me ngacmime online dhe në disa raste me diskriminim gjinor brenda organizatave të lajmeve, megjithse ka pasur përparim në këtë fushë. Gazetarët që mbulojnë demonstratat dhe operacionet policore ndonjëherë janë viktima të dhunës policore, por krimi organizuar përfaqëson një nga kërcënimet më të mëdha për sigurinë e gazetarëve.